Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar teleshikues, të dashur radio dëgjues, ju uroj mirëseardhjen në këtë puntat të radhës të emisionit të Meftinisë së Shkodrës, titulluar Hadithet e Ramazanit, kushtuar pikërisht këtij muaji të madhruar të Ramazanit. Padyshim se kemi kënaqësinë që sonte në këtë edicion të radhës kemi të ftuar Hoxh Naim Driej, imam i Xhamisë së Paruçës, me cilin do të ndajmë pikërisht komentet, disa shqyrime të përmbledhura, urtësitë e tija, mesazhet e tija në lidhje me hadithet që flasin pikërisht për muajin e shenjtë të Ramazanit. Mirë se keni ardhur, zotëri Naim. Mirë se gjete, faleminderit për ftesën tuaj. Atëherë, siç edhe e kemi si objekt bisedes të këtij bashkëbisedimi të shkurtë, janë hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam që flasin pikërisht për këtë mysafir të nderuar. Një prej haditheve që mund të përmendim dhe të marrim nga ju një koment të shkurtër është hadithi i transmetuar nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu. Transmeton se pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, sikur një njeri të ketë agjëruar një ditë nafile vullnetare, pastaj t'i jepet toka e mbushur me flori, nuk ka marrë shpërblimin që meriton përveç se në ditën e drogarisë. Mbron hadithi profetik. Pra, si duket, ky hadith pra shumë i shkurt, por ka një domethënie dhe pyetja është si duhet ta kuptojmë këtë hadith në raport me agjërimin vullnetar, pas këtij agjërimi që është i obligueshëm. Pra, çka na motivon ky citat profetik? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në lidhje me këtë hadith, pejgamberit alayhis salam pra që flet për agjërimin vullnetar, pra agjërimin nafile, kur pejgamberi alayhis salam na tregon për shpërblimin e madh, pra që ka agjërimi nafile, një njeriu të vjen me njëherë në mendje se çfarë shpërblimit do të ketë agjërimi që i cili është i obliguar për besimtarin, ku i madhi Zot na ka cilësuar edhe në Kur'an. Pra thot ja ju helledhina amenu, o ju që keni besu. Pra i drejtohet besimtarve për me dhanë me kuptu se çfarë ibadetit, pra çfarë rëndësie të madhe, si thënë ka agjërimi në përgjithësi dhe në veçanti si thënë agjërimi i muajit të Ramazanit, ku thot Allahu ja është bë obligim sikur ka qenë obligim edhe për popujt para jush. Për me dhanë me kuptu i madhi Zot që ky ibadet si është agjërimi, pra nuk është një ibadet që thjesht jeni tu e bëj ju si ummeti Muhamedit alayhis salam, por kanë qenë edhe popujt para jush. Dhe mënyra agjërimit nafile, lema obligimit farz, është një afrim shumë i madh tek Allahu xhaleshano që robi afrohet me nafile, sepse Allahu xhaleshano në botën tjetër do t'ju thënë me lekëve më shikoni në lidhje me obligimet e njeriut. Nëse ai ka lënë mangësira, që normal ne jemi njerëz dhe do të laj mangësira si thënë në ibadetet tona, pastaj Allahu thotë shiko nafilet. Pra si qoftë agjërimi, pas që plotësojnë, pra kompensojnë farzet, si qoftë agjërimi, si qoftë namazi, si obligimet e tjera. Prandaj pejgamberi alayhis salam vën theksin pra në dukje që sa vlerë pra ka agjërimi nafile. Pra imagjinoni se çfarë vlerë të shpërblimit madh do të ketë atëherë agjërimi i cili është obligim për besimtarët. Po. Kjo është besoj mesazhi më i kuptueshëm dhe më i rëndësishëm që mund të nxjerrim nga ky citat profetik. Duke vjuar me tej një tjetër hadith i pejgamberit alayhis salam që vazhdon të transmetoj Ebu Huraira radhiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se Rasulullah alayhis salatu wassalam ka thënë kur të jetë nata e parë e muajit të Ramazanit, prangosen shejtanët dhe gjinët tiran, mbyllen dyert e zjarrit dhe nuk hapet derë prej tij. Hapen dyert e xhenetit dhe nuk mbyllet derë prej tij. Një zë thret, o kërkues i të mirës, eja dhe o kërkues i të keqes ndal. Dhe në çdo natë Allahu liron të ndëshkuar nga zjarri i xhenemit. Si mund ta shfrytëzojmë këtë muaj sa më mirë dhe pikërisht për t'ju larguar këtyre që unë i përmenda në hadithin në profetik.
Ky është një hadith madhështor, një hadith me të vërtetë që ka kuptime, ka mesazhe, mësime shumë të rëndësishme, ku mund të theksojmë që në lidhje me këtë hadith që thënë ndoshta duhen shumë biseda për me sqaruar se cilën fjalë të këtij hadithit, por mund të themi që nga ky hadith kuptojmë mëshirën e madhe të Allahut xhaleshanu për robërit e tij. Dhe kuptojmë gjithashtu që shejtanët në përgjithësi nuk kanë një lloj efekti tek besimtarët në muajin e Ramazanit. Pra ata brëngosen, shejtanët kryesor, pra jo të gjithë sepse ata të vetëlit qarkullojnë përsëri, por shejtanët e mëdhej pra ata brëngosen dhe nuk e kanë atë ndikim sikur e kanë jashtë Ramazanit. Pra në muajin e Ramazanit ndikimi i tyre tek besimtarë, pra tek agjeruesit është shumë i vogël. Prandaj është një mesazh shumë i madh për ne pra si besimtar që ai që don me fitu pra rahmetin, me fitu mëshirën e Allahut, ai që don mu afru sa më shumë tek Zoti xhaleshanuhu, pra është një mundësi e artë ky muaj ku shejtanët janë brëngosur, ku dyert e xhenetit janë të hapura, dyert e xhenemit janë të mbyllura, pra njeriu i ka të gjitha mundësitë për me e tregu veten si thënë në këtë muaj të begat që është muaji i Ramazanit. E nëse një njeri asë në këtë muaj nuk e tregon veten dhe nuk jep përpjekje, nuk sakrifikon prej kohës së tij, prej gjërave të tij, atëherë kur mundet që një njeri me fitu mëshirën dhe rahmetin e Zotit. Siç thot pejgamberi alayhis salam në një hadith tjetër ku jep shumë mirë ndoshta sqarimin e këtij hadithi që ju më pyet, është se thot pejgamberi alayhis salam atij njeriu që i vjen Ramazani, pra i nënshmuar qoftë ai njeri që e ka mërri muajin e Ramazanit edhe nuk e ka arrit faljen e gjunave në muajin e Ramazanit. Pra i nënshmuar thot pejgamberi alayhis salam qoftë ai person. Pra pse? Sepse kjo është mundësi pra që njeriu i jepet ndoshta një herë dhe s'mund të jepet më. Prandaj është mundësi ku janë hap dyert e xhenetit, pra është hap mëshira e Allahut dhe sikur Allah po i thot njeriu o rob, jem ke baça ke ba 11 muajt e vitit, tani e ke mundësinë e pendimit, e ke mundësinë e kthimit, e ke mundësinë që ti më hap një faqe të re pra me Allahun xhaleshanuhu. Prandaj duhet që ne me vlerësu shumë si thënë këtë muaj të begat dhe pikërisht pra duke u bazu si thënë këto hadithet pejgamberit alayhis salam. Dhe pikërisht edhe përgëzon edhe besimtarët me shpërblimin, siç janë edhe kjo hapja e dyrëve të xhenetit apo jo. Po, pra është një shpërblim, është një motivim edhe është një shpërblim që besimtari tonë ibadetet e tij si thënë ban për me arrit pra hapen dyert e xhenetit, që do thotë që veprat shkojnë përpara se me shkuti në xhenet. Normal. Prandaj është një vlerë e madhe, rëndësi e madhe që thënë këtij muajit të Ramazanit. Në vijim të bashkëbisedimit, i nderuari Driej, është një tjetër hadith i pejgamberit alayhis salam në këtë bashkëbisedim me tematik për hadithet e Ramazanit, këtë herë transmetuar nga Ebu Umame radhiyallahu anhu, tregon se shkova tek Resulullahi alayhis salatu wassalam, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë me të, dhe i thash, më urdhëro për diçka e ta zbatoj atë. Më tha se mos ju ndal agjerimit, sepse nuk ka si ai. Atëherë, duke marrë parasysh pra këtë hadith se cila është vlera e agjerimit, duke marrë parasysh edhe disa aspekte dobiprurse, jo vetëm atë shpirtërore, e cila është padyshim primare, por edhe atë fizike edhe sociale. Tani pejgamberi alayhis salam kur i kërkon këshill pra ky sahabi i thotë mos ju ndaj agjerimin, pra se nuk ka si agjerimi. Ne në përgjithësi jo dim pak a shumë vlerën shumë ibadeteve në Islam. Si për shembull, nëse ne e falim namazin vetëm, dim që kemi kryer obligimin ndaj Zotit. E nëse e falim namazin me xhamat, kemi 27 sevape më tepër se sa nëse ne e falim vetëm. Pra në përgjithësi haxhit, sadekas, shumë ibadeteve ne jo a dim vlerën. Ndërsa kur vjen puna tek agjerimi, pra është një ibadet që nuk ja dim vlerën, pra se sa mund na me marrë shpërblim. Prandaj thë pejgamberi alayhis salam nuk ka si agjerimin, pra sepse Allahu xhalesha një hadithi kutsi i thot, agjerimi thot Zoti është për mua.
Dhe unë thëtë Allah kam me shpërbly për te. Prandaj ne nuk e dim se sa e ka vlerën agjerimi, pra sa marrim shpërblimit e Zoti mon të agjerimit. Dhe kjo varet tek secili person. Pra ne gjithë jemi agjerushëm, por në iftar nuk e marrim të njëjtë shpërblimin. Dikush merr më tepër, për shembull ju merrni shpërblim më tepër se sa ka marrë. Unë kam thjesht kam agjeru, por ju edhe keni agjeru, keni lexuar edhe disa faqe Kur'an. Kurse një tjetër edhe ka agjeru, edhe ka lexuar Kur'an, por edhe ka dhënë sadaka. Pra mundësia për me fitu shpërblimin sa më shumë tek Allahu xhaleshanuhu është pikërisht pa në këtë muaj. Prandaj thot Zoti është për mua. Dhe këtu ka diçka shumë interesante që kam dëshirë ta ndaj me ju dhe teleshikuesit, që në përgjithësi veprat e mira në botën tjetër, siç thot pejgamberi alayhis salam, nëse një person i ka hyrë në hak dikujt, pra i ka bë dikujt një padrejtësi, i ka fol diçka për dikën tjetër, pra ka përgoju ose diçka, ai njeri ka me marr nga veprat e individit, nga veprat e mira të personit. Derisa, për shembull, nëse ju ka hyrë shumë vetëve, derisa këtij personit i mbarojnë të mirat. Atëherë ka marrë një kohë që ky person nuk ka më të mira dhe ka me fillu me marrë prej të këqijave të njerëzve. Kjo është në lidhje me ibadetet përveç agjerimit. Pra agjerimi nuk preket. Allahu xhaleshanu thot agjerimi thot është për mua. Pra ky nuk preket. Nëse një njeri pra ka agjeruar këtë botë, prandaj thot pejgamberi nuk ka si agjerimin. As në shpërblim, as në prekje, se s'mund të marrësh diçka, nuk mund të marrë një njeri nga sevapet tuaja për agjerimit. A mund të marrë nga namazi, mund të marrë nga haxhi, mund të marrë nga sadakaja, mund të marrë nga tjera, ma agjerimi nuk preket. Prandaj ka thënë pejgamberi alayhis salam, pra nuk ka si agjerimin. Edhe në shpërblim, agjerimi është shpërblim sikur durimi, pra sikur sabri. Si thot Allah xhaleshan, durimtarët do shpërblehen pa kufi. Pra nuk ka një cak, nuk ka një kufi, pra ashtu është edhe të agjerimi, pra agjeruesit nuk kanë një kufi, pra nuk kanë një cak në shpërblimin e tyre, prandaj në varësi të individit, pra personit. Prandaj besoj që me këto sqarime të shkurta mund ta kuptojmë shumë mirë, pra thënien e pejgamberit nuk ka si agjerimi. Dhe përveç saj njeriu, siç edhe ju përmend shumë bukur, nuk preket, por që mund të shtohet. Çka do thotë që ose ti ose ne pra udhëzojmë dikën për të agjeruar përveç agjerimit, shpërblimit. Po normal. Marrë dhe shpërblim. Po ju paksu atij asgjë. Po ju paksu, sigurisht. Se kja ka rëndësi më se. Pra është njëta vlerë ose vleftë shpërblimit. Pra diçka i cili nuk bjen poshtë, por ka mundësi të shtohet. Të shtohet. Kjo është më e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme, si pra prandaj pejgamberi alayhis salam ka thënë s'ka si agjerimin. Siç është edhe rëndësishme, siç e përmendet, që çdo vepër e mirë është e shpërblyer. Dhe urojmë edhe kjo vepër që bëjmë ne, organizimi e misioneve të jetë pa dyshim se çdo fjalë, çdo gjë në shpërblimeve të ka shpërblim tek Allahu. Të janë përcjellje të fjalëve të Allahut dhe të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Atëherë duke ardhur në përfundim edhe të këtij bashkëbisedimi, kemi edhe një tjetër hadith, citat profetik të pejgamberit alayhis salatu wassalam, që thuhet nga Oman ibn Affan radiallahu anhu, transmeton se pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, agjerimi është mburoj prej zjarrit, se si mburoja e ndonjërit për jush në luftim. Pra, pyetja është, si dhe sa ndihmon agjerimi për të ruajtur pikërisht nga zjarri i xhenemit? Agjerimi është mburoj, kur thot pejgamberi alayhis salam, besoj se duhet kemi parasysh, normal, duhet kemi parasysh dy gjëra kryesore. E para, agjerimi është mburoj, pra për agjeruesin, për besimtarin nga gjunahet. Agjerimi e mbron besimtarin prej gjunaheve, prej gabimeve, siç ka thënë vetë pejgamberi alayhis salam një hadith tjetër. Pra nëse juve dikush ju thot një fjalë të keqe ose ju fyn ose diçka, pra thuni unë jam agjerueshëm. Pra pse? Me e frenu njeriu, pra me rujt njeriu pra agjerimin e tij, me rujt sevapet e tij, si thënë ato, shpërblimet që ai ka me marrë, si thënë, nga agjerimi i tij. Pra është një lloj mbrojtje. Ndaj të tjerëve, pra është me anë të agjerimit, pra njeriu mund të arrijë diçka të tillë.
Kur themi pra agjerimi është mburoj prej gjinave dhe besoj që është mënyra më e dobishme, mënyra më e fortë, më efikase që mundet që një njeri me rujt prej gjinaheve. Pra me rujt prej shikimit në haram, me rujt prej prekjes në haram, me gjanave të tjera në përgjithësi. Pra ajo që e ruan është pikërisht agjerimi. Pra kjo është e rëndësishme që ne me di. Prandaj pejgamberi alayhis salam ka dhe një këshill për rinin. Për ato të cilët janë të ri, thot pejgamberi alayhis salam, martoni thot. Nëse nuk i keni mundësi, thot pejgamberi alayhis salam, atëherë agjeroni. Pra pse agjeroni? Sepse agjerimi është mburoj. Pra agjerimi e franon, e ruan, si thënë triun, e ruan të rejën, e ruan njeriun pra nga gjinahet, e ruan njeriun, si thënë, prej të këqija, prej harameve. Pra është një lloj mburoje. Ka një rol si i martuar, apo jo? Po normal. Se dhe bashortja është një muroj, apo normal, edhe pra bile hijabi është për aty vjen pra, si them mburoje e besimtares. Kjo është e para që është e rëndësishme pra me. Kur themi pra mburoj pra nga gjinahet e para. Dhe e dyta që ka rëndësi për ta kuptuar është mburoj që e mbron njeriu nga lidhja e zemrës me shkaqet e kësaj dynjaje. Është buroj. Si për shembull, pra njeriu mos me lidh zemrën e tij me shkaqet, me gjërat e kësaj bote. Për shembull, është mburoj që i jep me kuptu pra besimtarit se ti brenda një kohe që është si fyri deri në iftar, rrin pa hangër dhe pa pi, pra disa gjëra i ndalon, të cilat i ke të nevojshme për trupin tënd. Por i ndalon për shka? Se të ka urdhëruar Zoti. Brenda një kohe të caktuar, pra nga si fyri deri në iftar. Dhe kjo jep me kuptu një njeriu, pra një besimtarit, si njeriu e ka atë fuqi në veten e tij, pra në brendësinë e tij, se me franu veten nga gjinahet, nga gabimet, nga të këqijat, pra ka atë mundësi. Derisa ka mundësinë pra që me franu veten nga gjanat elementare, që nuk mund të rrinë pa ata, siç është ushqimi e pija, atëherë pra ka mundësi njeriu është e instaluar me kjo pjanës së Zotit tek njeriu që e ka mundësinë edhe me franu veten nga një fjalë keqe, e ka mundësi me franu veten edhe nga shikimi haram, nga dëgjimi haram e shumë gjëra të tjera. Prandaj pra thot pejgamberi alayhis salam është mburoj pra që e mbron njeriu prej gjinave, pra mbron njeriu që mos me e lidh zemrën e tij me gjanat e kësaj bote, por mu lidh me Allahun xhaleshanuhu, si për shembull po zemra pa hangër pa pi rrim një kohë caktuar. Ama nuk mund të rrim një kohë caktuar pa ibadetin ndaj Zotit. Nuk ka njeriu për shembull një kohë caktuar se thot Zoti për shembull një këtë kohë mos u fal, një këtë kohë mos i ban dhikr Zotit, pra nuk ka një kohë caktuar. Ama një kohë caktuar me fjalë që njeriu pas ka më nej pa hangër dhe pa pi, pra disa gjëra elementare. Prandaj pra kur themi është mburoj, pra e mbron njeriu pra pe gjinaheve, e mbron njeriu si thojmë prej shkaqeve që e çon njeriu në gjinahe. Dhe pejgamberi alayhis salam pra ka krahasuar se është mburoj nga zjarri i xhenemit, pra me fjalë ti nëse kemi vepru kemi u largu pra nga gjinat e nga gjërat që feja ti ka ndalu, atëherë nuk kemi qenë meritor i xhenemit, por kemi qenë inshallah meritor i xhenetit të Zotit. Inshallah taala. Mirë, atëherë në fund përpara dhe mesazhit do kisha dëshirë të bëj një pyetje për atmosferën e Ramazanit, meqense ju jeni edhe imam për xhamiut kryesore të qytetit të Shkodrës në xhamin e Parucës. Si ka nisur ose si po shkon këto ditë e para ose këto 10 ditë e para të Ramazanit? Ndryshimi ose në specifike është me falendëruar të madhin Zot shumë që elhamdulillah çdo vit kemi shtimt sidomos të rinis. Shohim që në xhamit tona në përgjithësi, pra në namazin e yatsis dhe namazin e taravih që vjen, ka një rritje të numrit nga rinia. Elhamdulillah Zoti, kjo është diçka që çdo njeri e kënaq, sepse nëse në një vend ka rini, jep me tregu që ai vend ka të ardhmë. Prandaj kjo është një kënaqësi, një diçka që neve si thënë na motivon me punu edhe ma tepër, mu përpjek edhe ma tepër. Dhe ka dhe diçka që me ante ligjërate, pra me ante këtyre emisioneve, gjana, pra që çdo natë jepen ligjërata në xhami, si thënë, pra para namazit e taravis,
është diçka që njerëzit përfitojnë, si thoi, nga kjo gjë, me misionet, me gjanet e tjera, pra me mukabelen që knohet në xhami, me komentimin e Kuran, pra një traditë e hershme, si thoi, në vendin tonë. Pra me këto gjëra që njerëzit kanë dobi, inshallah, kanë dobi për e tyre, përfitojnë për e tyre. Prandaj është kënaqësi se çdo vit edhe ne mundohemi që me bë më të këndshëm, si thënë, edhe mante ligjërata, mante programe pra misioneve të ndryshme si institucion pra si Meftini, dhe elhamdulillah Zotit edhe njerëzit e shohin, si thënë, këtë gjë dhe dita ditës ka shtim ku neve na gëzon, si thënë, kjo gjë shumë. Atëherë një mesazh, një këshill e fundit që i drejtoheni besimtarëve, qoftë për mediat vizive, po ashtu dhe radiofonike. Mesazhi im është që ta vlerësojmë shumë këtë muaj të begat. Është një muaj që, siç e cilësuam edhe në hadithet, ku nuk po i kthejmë edhe njëra atyre fjalëve, është një muaj që është mëshira e Zotit, është falja e Zotit. Pra është një muaj, nëse mund ta them, si 12 djemt të Jakubit alayhisalam, por Jusufi ka dallu, si them, prej tyre. Pra janë 12 muaj të vitit, po muaji Ramazani dallon prej këtyre 12 muajve. Prandaj derisa dallon, e ka dallu veti Madhi Zot e pejgamberi alayhisalam, edhe ne duhet ta dallojmë dhe duhet ta veçojmë këtë muaj, jo vetëm me agjerim, por edhe me veprat e mira të tjera të cilat ne i cituam më lart. Allah na bëf për atyre që dinë me Allah në hakun këtij muajit, e inshallah dalim faqe bar për këtij muajit. Sot ju nderoj përzemërsisht dhe uroj një agjerim të planuar dhe me zemër të mirë Ramazanin. Allah i shpërbleft edhe për mumin dhe për të gjitha aktivitetet, misionet që i filloni në xhamin tuaj, por edhe për te xhamisë në shërbim të Islamit dhe muslimanëve. Zoti ju shpërbleft edhe juve, Allahu inshallah ju jep begati e sukses në punën tuaj. Faleminderit. Të dashur teleshikues, radio dëgjues, deri këtu dhe vjen fundi i kësaj puntate, edicioni të veçantë që organizon Meftini e Shkodrës me tematikë hadithet e Ramazanit, me rastin pra e këtij muaji të shenjtë Ramazanit. Kishim kënaqësinë që kishim të ftuar në këtë studio teologun Naim Dria, imam i xhamisë Paruçës. Inshallah ne do të takohemi sërish edhe deri në atë kohë, si gjithmonë lutemi që të jeni në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Allahut Azza wa Jall, duke ju uruar një agjerim të mbar, të lehtë dhe iftar të mirë. Nga unë Arben Hadhuni, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, paqja edhe mëshira Allahut qoftë për herë mbi ju.